Të dashura nëna, zonja, zonjusha, motra, është nderë dhe kënaqësi me qenë këtu bashkë me juve, me ndo një natë kaq të rëndësishme iftari. Me këtë rast edhe dua t'ju uroj Ramazanin, këtë muaj të begatshëm, sepse është një muaj ku gjithve na bashkon. Një muaj ku fatkeqësisht sikur të ishte më shumë, sepse familjet tona sikur po largohen kaq shpejt, kaq furishëm nga kjo dinamike madhe e jetës, por është pikërisht ky muaj Ramazanit që i bashkon të gjithë. Edhe ja jep ndjesinë e të qenurit njeri, ndjesinë e të qenurit të i lumtur, sepse vetë qenia njerëzore është krijuar asaj që të qëndrojmë bashkë njëri tjetrit. Është muaj ku del në pas shpirti i pastër njerëzor, urtësia, durimi, pastërtia e njerëzve. Për mua është nderë dhe kënaqësi me qenë këtu së bashku me juve. Ju falenderoj organizatorëve, Radio Televizionit Iliria. E dëgjova me vëmendje kur zonja e parë tha që ne po krijojmë një agjendë me plot përgjegjësi. Edhe është shumë e rëndësishme që në këtë botë të kalojmë dhe të lëmë gjurmë të mira, gjurmë që brezat të ardhshëm të kenë një model, një shembull se si duhet të udhëheqen me përgjegjësi, me dashuri, sepse mbi të gjitha kur të kthehemi natën e të vim të flem, do të mendojmë gjithmonë për ndjesinë e mirë që ja kemi dhënë njëri tjetrit. Është nderë edhe një herë dhe kënaqësi për mua me qenë në mesin e grave të jashtëzakonshme siç jeni ju, me shpresë që ne të tilla do të lulëzojnë gjithmonë në familjet e juaja e do t'ju shohim të lumtur e krenare me familjet e juaja, shoqërinë tonë që po ndërtojmë. Kënaqësi, faleminderit shumë.